Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30. Sure Esh-Shems, ajetet nga 11 deri te ajeti 15. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Fisi I Themudit nga shfrenimi vet përgënjeshtroi. Kur u ngrit më I keq I tij për të therrur deven, I dërguari I Allahut Salihu u tha atyre: kjo është deve e Allahut, lëreni atë të pi pjesën e vet. Por ata nuk I besuan atij dhe e therrën atë, prandaj Zoti I tyre I shkatroi të gjithë për gjunahet e tyre nga I pari tek I fundit, pa pasur frikë prej pasojave të kësaj. Komentimi. Fundi I hidhur I tiranëve. Në vazhdim të ajeteve të mësipërme që na paralajmëronin për fundin e atyre që shpirtin e kishin ndotur, në këto ajete merret si shembull populli I Themudit dhe fati I këtij populli, citimet janë të shkurtra, të prera dhe shumë kuptim plota. Allahu në Kuran thot se populli I Themudit për shkak të arrogancës e mohoi profetin e tyre dhe ajetet hyjnore fisi I Themudit nga shfrenimi I vet përgënjeshtroi. Fjala et-tagwa dhe et-tughyan kanë të njëjtin kuptim, pra tregojnë abuzimin dhe sulmin në gradën më të lartë. Populli I Themudit është ndër popujt më të vjetër, ata kishin profet Salihun, I cili jetonte në një zonë malore midis Hijazit dhe Shamit, kishin toka pjellore, ndërtesa dhe kështjella luksoze, shtëpi të forte të tjerë, por ata jo vetëm që nuk falënderonin për këto mirësi, por ishin edhe kryeneçe mohues të profetit të tyre Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të, u tallën me ajetet hyjnore, Allahu I zhduku me një vetë tim qiellore. Më pas Allahu I jep një shembull të rëndësishëm për këtë popull tiran, kur u ngrit më I keq I tyre për të therrur deven. Fjala el-eshqa ka kuptimin mizor, I keq, I lig ose zemërgur. Me këtë term I drejtohet atij personi që theri deven e Themudit. Ajo deve ishte shfaqur në mesin e tyre si mrekulli. Therrja e saj tregonte dhe paralajmëronte luftë me profetin Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ajo deve ishte një mrekulli në mesin e atij populli. Sipas mendimit të disa komentuesve, emri I personit që theri deven e profetit Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte Kudar ibn Salif. Në disa transmetime thuhet se profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, I thot Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, kush ishte më I ligu I të parëve. Ai që theri deven e popullit të Themudit, përgjigjet Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të. Thet vërtetën, po njeriu më I ligu I të fundmëve, e pyeti profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk e di o I dërguari I Allahut, I përgjigjet Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ai që do të godas ty në kokë, I përgjigjet profeti Muhammed, paqja e bekimi I Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Më pas profeti Muhammed bën me shenjë në pjesën lart të ballit të Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Ajeti tjetër shpjegon dhe e komenton edhe më shumë për tiranët e popullit të Themudit, duke thënë se I dërguari I Allahut u tha atyre se kjo është deveja e Allahut, lëreni atë të pi ujë, mos e bezdisni. I dërguari I Allahut Salihu u tha atyre kjo është deveja e Allahut, lëreni atë të pi pjesën e vet. Fjala Rasulullah në këtë rast tregon profetin Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të, profet I popullit të Themudit. Fjala Naqatullah tregon se kjo deve nuk ishte një deve e zakonshme, por kishte ardhur si mrekulli dhe argument për të vërtetuar vërtetësinë e profetit Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe për ata që nuk besojnë e që janë kokfort. Një ndër cilësitë e cituara për deven e profetit Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte se ajo doli nga thellësia e një shkëmbi. Në ajetet e tjera të Kuranit vërehet shumë mirë që profeti Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të, e kishte lajmëruar popullin e Themudit që uji I pishëm do të ndahej midis tyre dhe midis deves, pra një ditë do të pinte deveja dhe një ditë ata do të mbushnin ujë e kështu asnjëri nuk do ta shqetësonte tjetrin. Dhe lajmëroi ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves dhe çdo vakt do të shihet me rend. Veçanërisht atyre u tha se nëse ju I kundërviheni kësaj deveje, dënimi I Allahut do t'ju zër vazhdimisht, mos I bëni kur far të keqe asaj se do t'ju godas dënimi një dite të madhe. Më pas shton, ky popull kokfort, arrogant e I padëgjuar nuk I kushtoi vëmendje fjalëve të profetit Saleh, paqja e Zotit qoftë mbi të, ata e mohuan atë, e therrën deven, por ata nuk I besuan atij dhe e therrën atë, prandaj Zoti I tyre I shkatroi të gjithë për gjunahet e tyre nga I pari tek I fundit.
Fjala aqaruha vjen nga rrënja e fjalës aqara, e cila ka kuptimin parim dhe baza e një gjëje, ndërsa fjala aqarun naqata ka kuptimin e therrjes së saj. Disa komentues janë të mendimit se fjala aqara ka kuptimin e shkurtimit të këmbëve dhe të shtrirjes në tokë, përfundimi i saj është vrasja e kësaj kafshe. Deve ne vrau vetëm një person, sikurse edhe interpreton Kurani me fjalën ushqi, por sikurse e shikojmë në ajetet e mësipërme, këtë veprim e ka kryer në bashkëpunim me këtë popull tiran. Ndaj dhe i referohet gjithë popullatës së Themudit, duke thënë se të gjithë kanë gisht në këtë punë me mënyra të ndryshme. Fjala aqaruha ka ardhur në numrin shumës dhe tregon se krijimi nuk është vetëm i një personi, por i të gjithëve, sepse komplotet të tilla zakonisht bëhen në grup dhe më pas përcaktohet një person apo disa për t'i dhënë fund komplotit të hartuar në bashkëpunim. Së dyti, për shkak se të gjithë kanë pasur të njëjtin mendim për ta vrarë dhe për ta zhdukur deven, ata që janë kënaqur dhe e kanë dashur këtë gjë konsiderohen bashkëpunëtor në veprim. Imam Aliu paqja e Zotit qoftë mbi të thotë se edhe pse deven e popullit të Themudit e theri një njeri, Allahu i dënoi të gjithë sepse të gjithë ishin dakord që të kryhej ky veprim i lig. Ata e therrën deven, por më pas të gjithë u bën pishman, por momenti i pendimit ishte i bonuar, nuk pati më vlerë për ta. Ata pasi kryen këtë veprim të ligë dhe pasi e mohuan profetin e tyre, nisën kundërshtimet midis tyre. Allahu ata i dënoi aq rënd sa që atyre nuk u mbeti asnjë vlerë, sikurse edhe shikohet në ajetin në vijim, Zoti për shkak të mëkatit që kryen i dënoi të gjithë së bashku edhe tokën e tyre e bëri të sheshtë. Sajqetu është momenti i tmerrshëm kur në pak sekonda ndodh ngjarja e tmerrshme e rënies së tërmetit dhe toka bëhet shkrumbehi, çdo gjë shohet, nuk shikohet asgjë mbi tokë, shtëpitë e tyre shndrohen në argjinaturë të tyre, ndonjëherë ka kuptimin shkatërim i njerëzit. Fjala demdem vjen nga rrënja demdeme, ndonjëherë me kuptimin shkatërim, ndonjëherë dënim i plot, ndonjëherë tjetër ka kuptimin rrah dhe zbus, gjithashtu ka kuptimin zemërim, rrethoj. Të gjitha këto kuptime janë të vërteta për sa i përket diskutimit që bëm, sepse dënimi tmerrshëm ka ardhur për shkak të zemërimit të Allahut. Fjala sawaha vjen nga rrënja e fjalës teswie, mund të jetë përdorur edhe për sheshimin e tokës dhe shtëpive për shkak të vetëtimës dhe të tërmetit të tmerrshëm, ose mund të jetë përdorur me kuptimin e mbylljes së kësaj pune që të gjithë dënohen në mënyrë të barabartë. Por mbledhja midis këtyre kuptimeve është e mundur. Për emrit e fjalës sawaha kthehet te fisi i Themudit ose te qyteti dhe te tokat e tyre që Allahu i ka shkrumbuar të gjitha. Disa komentues janë të mendimit se për emri kthehet te fjala demdeme duke nënkuptuar se ky dënim nga ana e Allahut do të jetë i njëjtë dhe do t'i përfshijë të gjithë. Ndërmjet këtyre komentimeve, komentimi i parë duket më i përshtatshëm, nga ky ajet kuptohet më së miri se dënimi i tyre vjen për shkak të rezultatit të punëve të tyre dhe në përputhje me veprat e tyre. Nga këtu kuptohet se gjithçka është e bazuar në drejtësi dhe në urtësi. Ne lexojmë për shumë popull që janë penduar për veprat e tyre dhe për zgjedhjen në rrugën e pendimit, në këtë rast është për t'u habitur. Në disa transmetime thuhet se kur populli profetit Salih paqja e Zotit qoftë mbi të i pa shenjat e dënimit, kërkoi profetin Salih paqja e Zotit qoftë mbi të për ta hequr qafe. Sjellja e tyre tregon thellësinë e mëkatit të tyre dhe kokfortësinë karshi krijuesit dhe profetit të tyre. Allahu e shpëtoi atë dhe ata i shkatroi. Si përfundim në ajetin e fundit, për t'i paralajmëruar edhe një herë ata që ecin e ndjekin këtë rrugë të gabuar, thuhet, pa pasur frikë prej pasojave të kësaj. Janë të shumt sundimtarët që kanë pushtet për të dënuar, por ata gjithmonë janë të frikësuar për atë çka bëjnë. Ata qëndrojnë në pritje se si do të jetë sjellja, qëndrimi apo reagimi i tyre. Për këtë shkak ata nuk e përdorin dot mundësinë të udhëhequrit, sepse pushteti i tyre është i lidhur dhe në proporcion me pamundësinë dhe dobësinë e tyre. Edhe dija e tyre është e lidhur me ignorancën e tyre. Allahu i madhëruar që sundon gjithçka dhe e ka gjithçka nën vëzhgim, nuk friksohet nga asgjë. Nuk i trembet asaj që do të vijë apo çfarë pasojësh do të ketë ky apo ai veprim. Allahu vepron sipas vullnetit të tij, ndërsa tiranët duhet ta mendojnë mirë çdo të bëjnë, sepse për shkak të veprave të tyre përfshihen në hidhërimin e Allahut, ata duhet të rinë larg zemërimit të Allahut. Fjala uqba ka kuptimin përfundim i punës. Për emri i fjalës uqbaha kthehet te fjala demdeme dhe helaket, shkatrim. Hulumtim 1. Përmbledhje për përfundimin dhe fatin e popullit të Themudit. Populli i Themudit, sikurse edhe cituam edhe më lart, jetonte në tokën e quajtur Wadi al-Qari, pranë tokës dhe qytetit të Medinës dhe Shamit. Ata aduronin idhujt dhe ishin zhytur thellë në mëkat. Profeti Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, u përpoq të udhëzonte këtë popull, por ata nuk hoqën dorë nga idhujt dhe as nuk ndryshuan mendim për sa i përket tiranisë së tyre. Kur ata kërkuan që të vinte një mrekulli,
Allahu u dërgoi një deve femër, e cila del nga mali në mënyrë të jashtëzakonshme. Allahu për t'i sprovuar ata për këtë mrekulli që kërkuan, i jep urdhër që një ditë të gjithë ujin do ta përdor deveja dhe një ditë do ta përdorin banorët. Në transmetim është parë se ditën kur banorët nuk do të pinin ujë, mund të shfrytëzonin qumshtin e deves, por këta nuk i qëndruan urdhrit, por nisën e thurron planin se si ta vrisnin e ta zhduknin jo vetëm deven, por edhe profetin Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të. Shkaku ishte se ata e shikonin profetin Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, si njeriu që i kishte ndaluar nga dëshirat e tyre. Plani i vrasjes së deves, sikurse u tha edhe më lart, u krye nga një person i pa shpirt dhe zemërgur me emrin Kedar ibn Salef. Ai e goditi deven dhe ajo ngordhi. Veprimi i tyre ishte paralajmërim për të luftuar me Zotin. Ata dëshironin dhe mendonin se me zhdukjen e deves do të mund të shuanin dritën e udhëzimit. Profeti Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, u dha 3 ditë afat që të gëzojnë në këto 3 ditë të shfrytëzojnë çdo gjë që e kanë për kënaqësinë e tyre, e pas këtyre 3 ditëve do të vi dënimi i Allahut të madhëruar. Por ata e therrën dhe ai tha: "Jetoni në shtëpitë tuaja edhe 3 ditë, ky është premtimi i vërtet." Këto ishin 3 ditë afat që ata të mund të ndronin mendim, si dhe ishte afati i fundit që ata të pendoheshin, por ata jo vetëm që nuk ndruan mendim, por e shtuan edhe më tepër mizorinë dhe tiraninë e tyre, kështu që morën dënimin e tyre nga qielli. Toka e tyre u fundos dhe u përmbys, shtëpitë dhe gjithçka kishin gjithashtu u zhduk, kurse ata që bën të këqija i kaploi një zej të tmerrshëm dhe në shtëpitë e tyre u gdhin të vdekur e të palëvizshëm. Ai vend dhe ato shtëpi u zhdukën, thuajse aty nuk kishte banuar e nuk kishte jetuar askush. Allahu i madhëruar profetin Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe shokët e tij besimtarë shpëtoi nga i tmerr, e kur erdhi urdhri ynë, ne me mëshirën tonë e shpëtuam Salihun bashkë me besimtarët e tij nga aposhtorimi i asaj dite. Me të vërtetë Zoti yt është i fortë dhe i plot fuqishmi. Komentimin e plot të ngjarjes së popullit të Themudit e shikoni në vëllimin 9 të këtij tefsiri, pra të komentimit të përsosur në faqen 156 e më pas në vazhdim të ajeteve 62 deri te ajeti 68. 2. I ligu i parë, Eshkil Awwal, dhe i ligu i fundit, Eshkil Akhir. Një grup dietarësh të mëdhenj si nga sunitët, si nga shiat, duke përfshirë Talebin, Wahidin, Ibn Merdawi, Khatib Bagdatin, Taberin, Musellin, Ahmed Hanbeli dhe të tjerë, në dokumentet e tyre nga Amar Yasiri, Xhabir ibn Semera dhe Osman ibn Sehibi kanë transmetuar se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të: "O Ali, më i ligu të parëve është ai që vrau deven e profetit Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe më i ligu i fundit është ai që do të vras ty." Në një tjetër transmetim thuhet se më i ligu i të parëve është ai që gjakosi deven e profetit Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe i fundit është ai që do të gjakos mjekrën tënde. Në të vërtetë ngjashmëria midis Kedar ibn Selefit, vrasësit të deves, dhe vrasësit të prijesit të besimtarëve Ali ibn Abu Talibit, paqja e Zotit qoftë mbi të, Abdurrahman ibn Muljem Muradi, është se të dy këta nuk kishin armiqësi personale, por donin të shuanin dritën e të vërtetës. Ata morën një mrekulli dhe shenja prej shenjave të Allahut, të cilat ishin për udhëzimin e njerëzve. Ashtu sikurse popullit të profetit Salih, paqja e Zotit qoftë mbi të, i erdhi dënimi, edhe myslimanëve u erdhi mbi krye një pushtet që u bë dëshmitar i dënimeve më të dhimbshme. Hakim Hasekani në librin Shawahidul Tenzil ka sjell shumë transmetime për këtë çështje, të cilat kanë ngjashmëri të madhe si nga ana e përmbajtjes, ashtu edhe nga ana e kuptimit me transmetimin e lartë përmendur. 3. Pastërtia shpirtërore është një detyrë e madhe hyjnore. Betimet e Allahut për një çështje apo fush janë bërë për shkak të rëndësisë së çështjes. Ne e dimë që betimi më i gjatë dhe më i fortë është bërë në këtë sure, sepse betimi për qenien e Allahut është bërë 3 herë. Përfundimisht është vënë theksi në çështjet e pastrimit të shpirtit, ndërsa humbja, fatkeqësitë dhe përjashtimet janë për shkak të braktisjes së pastërtisë shpirtërore. Një ndër gjërat më të rëndësishme të jetës së njeriut është kjo çështje. Kurani e sqaron këtë çështje me interpretimin që bëri më lart. Aty thuhet se pastërtia shpirtërore dhe shpëtimi i njeriut nuk është as tek iluzioni, as te pasuria, as te pushteti, e as nuk është e lidhur me punët e një personi tjetër, sikurse imagjinojnë dhe e pandehin të krishterët, duke thënë se pastërtia shpirtërore dhe falja e mëkateve është premtuar nga profeti Isa, paqja e Zotit qoftë mbi të. Pastërtia shpirtërore dhe veprat e mira si dhe devotshmëria vinë së bashku me vepra dhe besim
besimin e drejtë. Fatkeqësia e njeriut nuk është as pak te vendimi dhe caktimi, kada dhe kader, as te fatet, e detyruar apo e shkaktuar nga aktiviteti i njërës apo tjetrës, por gjithçka është e lidhur me përlyerjen dhe ndotjen në mëkat dhe largimin nga rruga e devotshmërisë. Në librat e historisë thuhet se bashkëshortja Aziz të Egjiptit, titull që i përkiste ministrit të financave asaj kohe në Egjipt, Zulejha, kur Jusufi, profet, u bë padroni i Thesarit dhe udhëheqës në tokën e Egjiptit, e takoi atë dhe tha: "Lakmia dhe epshi ka bërë që mbretërit i bëj sklever, ndërsa durimi dhe devotshmëria sklevërit i ka bërë mbretër." Jusufi e vërtetoi fjalën e tij dhe kjo fjalë hyjnore kthjelloi atë, ai që është i durueshëm dhe i devotshëm, Allahu nuk ja humbet mundin e tij. I njëjti kuptim është transmetuar me fjalë të tjera që bashkëshortja e Azizit të Egjiptit ishte ulur të pushonte kur aty po kalonte Jusufi, paqja e Zotit qoftë mbi të, ajo tha: "Faleminderit Allahut që mbretërit për shkak të mëkateve i ka bërë sklever dhe skleverit për shkak të bindjes i ka bërë mbretër." Po, skllavëria e shpirtit bëhet shkak i skllavërisë së njeriut dhe devotshmëria e pastërtia shpirtërore bëhet shkak i pushtetit mbi univers. Janë të shumt personat që për shkak të skllavërisë kanë arritur pozitë të lartë dhe janë bërë udhëheqës dhe me lejet Allahut ata kanë ndikuar në këtë botë. O Allah, na mbështet në luftën me egon ton. O Allah, ti na ke frymëzuar të mirën dhe të keqen, na ndihmo e na bëj të suksesshëm që të ecim drejt së mirës e ti largohemi të keqes. O Allah, komplotet e shejtanit janë të fshehura në egon e njeriut, të lutemi na bëj që t'i njohim këto komplote. Amin. Ja Rabbel Alamin.